Tragedia e Koçanit nxorri në pa shumë defekte të institucioneve. Një gjë që u konstatua është se shteti ka shumë pak inspektorë dhe se ata që janë nuk arrin të kontrollojnë gjithçka. Këtë e tha edhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski në një intervistë për Sitel. Definitivno mislim da treba da se zgolemi brojet na вработени во инспекcijskите служби. Неодržljivo je da određeni inspektorati imaju vkupno 10 inspektori za teritorija na cijela država. I тоа е во суштина главниот проблем на јавната администрација. Одредени сектори се превработени со лица со цела почит, кои што имаат помалце активности, а одредени сектори имаат недостаток од вработени, а имаат огромни ингеренции. Por pse drejtoria e inspektoriatit të tregut ka mungesë të inspektorëve kur 21 të punësuar kanë ndjekur kurse të nevojshme për inspektor, megjithatë nuk janë avancuar për ta ushtruar këtë detyrë. Televizioni 21 siguroi edhe dokumentet të cilat tregojnë se kurset janë ndjekur. Punëtorët me të cilët komunikuam ndeshën të mbeten anonim. Ata thanë se pas një viti trajnime, më 9 janar, drejtori Vlad Kostojkovski duhet i ftonte për të ndjekur edhe pjesën praktike, por kjo sipas tyre nuk ka ndodhur dhe më 31 dhjetor 2024 ata sërish kanë marrë kontratë si bashkëpunëtor të rinj. Televizioni 21 u mundua të kontaktoj drejtorin e inspektoriatit, por nuk patëm sukses.